Përshëndetje miq të fermës. Sot në fermë e kemi doktorin e kafshëve, doktor Ilirianin. Dok, mirë se ke ardhur në fermë. Mirë se u gjeta. Perfekt. Dok, çysh i keshëm kafshët e fermës, po në veçanti qenë? Mirë, gëzojnë shëndet. Sot e bëm një kontroll të përgjithshëm, edhe një vaksinim vjetor të cilin këta janë të obliguar ta marrin, edhe një delmentizim. Kontrolli rutinor normalisht i pastërtisë lëkurës, i pastërtisë syve, të mukozave, puna zemrës, e gjitha ishin normë, kështu që mund të them që vetëm vazhdoni me punën dhe kujdesin që keni fillu. Sot mbas kontrollit të cilin e bëm, na konkretisht kontrolli është rutinor, mund të them është i vazhdueshëm. Mbas vaksinimit qenë janë plotësisht sigurt, edhe janë delmentizuar, kështu që mund të them që çdo fëmijë edhe çdo vizitor i cili prezanton në fermë është i sigurt, nuk ka ndonjë rrezik për nga kafshët e fermës, konkretisht nga qendë dhe macet, për shkak se gëzojnë shëndet të plot dhe me garancionin më të plot mund të them që lirisht mund të afrohen, mund të luozin, edhe nëse ndonjëherë mund të kanë një grithë ose një lëndim të lehtë, ajo nuk paraqet në rrezik për shëndetin e fëmijëve dhe të vizitorëve. Doke, faleminderit shumë edhe një herë, kënaqësi gjithmonë, faleminderit për informatat e tua të vazhdueshme që janë.